Akuzat të rënda të gazetarit do drejtim të Eglit, ajo është e sëmur për famë, ua ka nxjerrë jetën meshkujve që ka pasur. Gazetari Blendi Mane ka komentuar martesën e çiftit Egli Tako dhe Gjesti, e cila u zhvillua brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Mane është shprehur skeptik për qëllimin e kësaj martese, duke e cilësuar si të shtirur dhe të realizuar për show, teksa u shpreh: martesa e tyre është e sforcuar dhe e bërë për show, çdo veprim që bëjnë më duket si i kalkuluar për famë, u shpreh në emision, teksa shtoi më shumë për këtë çift, duke vlerësuar më shumë Gjestin se Eglin e duke kritikuar sjelljen dhe qëndrimin e saj në publik. Egli është njeri posesiv, e etur për famë dhe kërkuese vëmendje me çdo kush. Jam shumë e sigurt që ajo ja ka nxjerrë jetën çdo mashkulli që ka pasur për krah, tha ai. Sipas gazetarit, lidhja midis shiftit nuk është e vërtetë dhe nuk beson në qëndrueshmërinë e marrëdhënies së tyre. Nuk besoj shumë në historinë e tyre, më shumë ka elemente show se sa ndjenja të vërteta. Gjesti nga një anë i thot trot se nuk të shoh për më shumë e më seriozisht, pasi nuk e shoh fejesë e martesë me ty. Nuk e di se si mund të thot një mashkull këtë e ti të qëndrosh me të. Egli nga ana tjetër është në deluzion total, mendon e kujton se kjo martesë është si martesë e vërtet, madje ka nisur edhe të mendoj se ku do jetojnë e si do i ndajnë punët. Por realiteti është ndryshe, me të daljash Gjesti do filloj koncertet e do njohë lloj vajzash, ndërkohë që Egli vetëm do futet më në depresion se çka qenë. Mendova se pas rikthimit të Eglit do të kishim atë Eglin e fillimit, mirë po nga fundi duket se ajo është e pandrejshme, u shpreh Blendi Mane për situatën e çiftit më të ri në Big Brother VIP.